Tregon vëlla pse shkove. Atë mor gruaja, Jo, a kushtet? kom shku me vizë punës edhe për një jetë më të mirë. A ke mujt me gjetë jetën më të mirë? Për do arsye më të mirë, për do arsye jo. Është më e keqe që je larg familjes, je larg vendit tanë, fëmija kanë me u. Ka për tyne që janë asimilu edhe pritin mu asimilu. A kështë pas qef vëlla që qika me ta marrë të hujin? Jo, nëse më pyet mua jo. Pre ty vëlla? Mirë. Gurbetxhi? Po, Cilën vend vëlla Gurbet? jemi në rrethin Dortmundit, Gjermani. Gjermani po. Halve geht gut? Mirë geht gut und selbst? Ich arbeite. Kosova sehr gut? Sehr gut. Janë me votua çka? Jo, kom marrë për mi vizitu prind. A i ki gjo? Po. Shadon zotë edhe shumë vjeti. Prindi jam ka dalë benzion në muin nëntor, me një nëntor. Kam qenë edhe nëntor edhe tash. A vjen shpesh vëlla? Po, Cila është arsyeja më e madhe që vjen? arsyeja më e madhe është vendlindja jone, pse mos marrë me vizitu. Njerëzit tonë, të afërmit tonë. Që sa jenë Gurbet vëlla? Konkretisht në 2019 më shku për herë të para nina, dikun 6 vite i bajnë. Tregon vëlla pse shkove. Atë mor gruaja, Jo, a kushtet? kom shku me vizë punës edhe për një jetë më të mirë. A ke mujt me gjetë jetën më të mirë? Për do arsye më të mirë, për do arsye jo. Cilat janë më të mirat që i ki gjetë atje? Arsye më e mirë është orari i punës, kushtet e punës më të mira, sigurimin shëndetësor. E më të këqijat? Ma të këqijat, është më e keqe që je larg familjes, je larg vendit tanë, edhe fëmija kanë me up. Fëmija kanë mu. Mbas një kohë e kanë me up. Se nëse nuk ka shoqëni fëmija që tyën nuk vje prapë. Po thu që fëmijët e shqiptarëve atje që lindën edhe rritën atje, po thu që mas një kohë e hupin. Ka për tyne që janë asimilu edhe pritin mu asimilu edhe që të Dim që arsye. ka për tëne që i kanë prind shqiptarët sa dinë Nuk se e di asnjë fjalë, asnjë fjalë shqip ka për tyne. Po e kam një qitë vogël. Zotit arrujt. Faleminderit. A flet qika, a u rrit? Jo, për momentin që tash ka fillu me fol ka pak, i ka 2 vjet e gjys. A kështë pas qef vëlla që qika me ta marrë të hujin? Jo, nëse më pyet mua jo. A nëse më pyet mua, është dëshirë sojna. Prapë se prapë do t'i preferoj në mas mirë një shqiptarë, gjaki jonë më së Tregon vëlla, a ma shumë ki qef me të rrit qika këtu në Gjermani? Më shumë këtë, Ma shumë. të tham drejten. Pse vëlla ma shumë këtë? Po, më shumë drejt se këtu ka mundësi, që janë më të mira, janë për fëmija më mira. Për shoqënia është në që është shqiptarë, edhe nuk ka mundësi me marrë të huj. Qa menon për ata cilët qikat e zoni kanë marrë të hujat? Të hujt. Është që zgjedhje individuale se cilit nuk është mirë për zgjedhje skujna. Qik tonë nëse ki është vështirë mja imponu. Sa për sot. Aj, sa nuk imponohet. Jo, nuk imponohet, pa ajo është me dëshirë është. I pëlqen e merr edhe se cilë ka jetën e vet. Kur menon vëlla mu këthin Kosovë? Ku menon për momentin nuk e di. Nuk mund të them diçka që do të më kthyer ose jo. Kur e ki bu njetë kështë që ke thonë mas saj kohë e kom një të më këthy? Plan se kom planifikuar kurrë, absolut. Ka pas kohë më herë që kom menduar më kthy prap. Edhe e gjitha një jetë tjetër. U shpërngula në Gjermani, u shpërngula prap. Për një vendit, për një rrethinë tjetër, për një kantoni tjetër, një kanton tjetër. E tash për momentin nuk është mirë, nuk është keq. Cila është mërzia më e shpesh vëlla që të kopën Gurbet? Për momentin mërzi s'kemi, që zotit gjithë të afërmit familjarët i ka mirë, mërzi tjetër s'kemi. Për kanë kopë mërzia ose molli mas shumë dikuri atje? Për familje, për vend tonë, gjithmonë është Ta bëj dëshira më edhe një pyetje për fund. Çka të tha nona kur të përcilli për Gurbet? Nona, 2019 më ka përcjell. E di që më ka thonë kujdesu gjithmonë për veti dhe për familjen. Allah vëlla që dora. Respekt, mos e lodh fshimin inshallah. Tregon vëlla pse shkove. Atë mor gruaja, Jo, a kushtet? kom shku me vizë punës edhe për një jetë më të mirë. A ke mujt me gjetë jetën më të mirë? Për do arsye më të mirë, për do arsye jo. Është më e keqe që je larg familjes, je larg vendit tanë, fëmija kanë me u. Ka për tyne që janë asimilu edhe pritin mu asimilu. A kështë pas qef vëlla që qika me ta marrë të hujin? Jo, nëse më pyet mua jo. Pre ty vëlla? Mirë. Gurbetxhi? Po, Cilën vend vëlla Gurbet? jemi në rrethin Dortmundit, Gjermani. Gjermani po. Halve geht gut? Mirë geht gut und selbst? Ich arbeite. Kosova sehr gut? Sehr gut. Janë me votua çka? Jo, kom marrë për mi vizitu prind. A i ki gjo? Po. Shadon zotë edhe shumë vjeti. Prindi jam ka dalë benzion në muin nëntor, me një nëntor. Kam qenë edhe nëntor edhe tash. A vjen shpesh vëlla? Po, Cila është arsyeja më e madhe që vjen? arsyeja më e madhe është vendlindja jone, pse mos marrë me vizitu. Njerëzit tonë, të afërmit tonë. Që sa jenë Gurbet vëlla? Konkretisht në 2019 më shku për herë të para nina, dikun 6 vite i bajnë. Tregon vëlla pse shkove. Atë mor gruaja, Jo, a kushtet? kom shku me vizë punës edhe për një jetë më të mirë. A ke mujt me gjetë jetën më të mirë? Për do arsye më të mirë, për do arsye jo. Cilat janë më të mirat
që i ki gjetë atje? Arsye më e mira është orari i punës, kushtet e punës më të mira, sigurimin shëndetësor. E ma të këqijat? Ma të këqijat, është më e keqja që je larg familjes, je larg vendit tanë, edhe fëmija kanë me hup. Fëmija kanë mu. Mbas një kohë e kanë me hup. Se nëse nuk ka shoqëni fëmija që tyën nuk vje prap. Po thu që fëmijët e shqiptarëve atje që lindën dhe rritën atje, po thu që mas një kohë e hupin? Ka për tyne që janë asimilu edhe pritim më asimilu edhe që të Dim që arsye. ka për tyne që i kanë prejnë shqiptarët sa dinë si të dy fjallë shqip. Asnjë fjalë shqip ka për tyne. Po e kam një qitë vogël. Zotit Arujt. Faleminderit. A flet qika, a u rrit? Jo, për momentin që tash ka fillu me fol ka pak, i ka 2 vjet e gjys. A kështë pas që vëlla që qika me ta marrë të hujin? Jo, nëse më pyet mua jo. A nëse më pyet mua, është dëshirë sojna. Prapë se prapë do t'i preferoj në mas mirë një shqiptarë, gjaki jonë më së rup. Të regon vëlla, a ma shumë ki që me të rrit qika këtu në Gjermani? Më shumë këtu, Ma shumë. të tham drejten. Pse vëlla ma shumë këtu? Po, më shumë drejt se këtu ka mundësi, që janë më të mirë, janë për fëmija më mirë. Për shoqënia është në që është shqiptarë, edhe nuk ka mundësi me morë të huj. Qa menon për ata cilët qikat e zoni kanë marrë të hujat? Të hujt? Është që zgjedhje individuale se cilit nuk është mirë për zgjedhje skujna. Qik tonë nëse ki është vështirë mja imponu. Sa për sot. Aj, sa nuk imponohet. Jo, nuk i imponohet, pa ajo është me dëshirë është. I pëlqen e merr edhe se cilë ka jetën e vet. Kur menon vëlla mu këthin Kosovë? Ku menu për momentin nuk e di. Nuk mund të them diçka që do të më kthej ose jo. Kur e ki bu njetë kështë që ki thonë mas saj kohë e kom një të më këthy? Plan se kom planifikuar kurrë, absolut. Ka pas kohë më herë që kom mendu më kthej prap. Edhe e gjitha një jetë tjetër. U shpërngula në Gjermani, u shpërngula prap. Për një vendit, për një rrethinë tjetër, për një kantoni tjetër, një kanton tjetër. E tash për momentin nuk është mirë, nuk është keq. Cila është mërzia ma e shpesh dhe që të kopën ngër vetë? Për momentin mërzi s'kemi, që zotit gjithë të afërmit familjarët i ka mirë, mërzi tjetër s'kemi. Për kanë kopë mërzia ose molli mas shumë dikuri atje? Për familje, për vend tonë, është gjithmonë është Ta bëj dëshirë më dhe. edhe një pyetje për fund. Çka të tha nona kur të përcili për ngër vetë? Nona, 2019 më ka përcjell. E di që më ka thonë kujdesu gjithmonë për vete dhe për familjen. Allah, vëlla, që dora. Respekt, mos e la të fshim inshallah.